Deputeti Nismë Social-Demokrate Fatmir Jimaj komentoi zhvillimet e fundit politike duke theksuar se është koha që forcat politike të marrin përgjegjësi për gjendjen aktuale në vend. Ai tha se ditët e fundit ka pasur lëvizje dhe shkëmbime letrash mes partive politike, duke përfshirë partinë e parë dhe të tretë, por theksoi se tani duhet të kalohet me veprime konkrete. Po shpresoi që po harxhohen këto mundësi dhe eksplorimet që po i bujnë forcat politike, Kosova duhet t'i ketë urgjent institucionet. Kosova nuk e ka luksin të mbetet kushtu, tha Limaj. Ai ngriti alarmin për situatën ekonomike duke thënë se ajo nuk ka qenë kurrë më keq dhe shtoi se vendi duhet lëviz edhe në aspektin diplomatik. Limaj theksoi se njerëzit kanë votuar dhe për këtë arsye përgjegjësia politike është shumë e madhe. Gjendja ekonomike kurrë më keq nuk ka qenë, duhet lëvizimet në diplomaci. Njerëzit kanë votuar, përgjegjësia është e madhe, u shpreh ai. Duke komentuar thirrjet për zgjedhje të reja, Limaj u shpreh kritik ndaj qasjes së disa partive, ndërsa dha edhe një mesazh për kulturën demokratike në vend. Çka është kjo? Duam të shkojmë në zgjedhje. Media e lirë është kur ju jeni të gatshëm të dëgjoni, kur ajo që e dëgjoni është e pakëndshme për ju, edhe në politik njëjtë. Të gjesh marrëveshje me atë që nuk pajtohesh, tha ai. Deputeti e betuar i lëvizjes vetëvendosje Donald Alloshi është shfaqur entuziaste me një fotografi të publikuar përpara nisjes së seancës plenare, ndërkohë që kuvendi ishte në krizë të thellë. Në foto ajo shfaqet pranë kryetarit të partisë Albin Kurti dhe kolegëve të saj deputet. Alloshi, e cila për herë të parë deputete, ka shoqëruar postimin me mbishkrimin: "Për artin, kulturën, po bëhet mirë e për Kosovën edhe më mirë." Megjithatë, përkundër entuziazmit publik të deputetëve të vetëvendosjes, realiteti politik mbetet ndryshe. Kosova po vazhdon të jetë pa kuvend të konstituar. Përpjekjet për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit kanë dështuar disa herë, me që lëvizja vetëvendosje nuk po arrin të sigurojë votat e nevojshme për kandidatin e saj. Pavarësisht këtyre pengesave të vazhdueshme, vetëvendosja nuk ka ndryshuar qasje dhe as kandidaturë, duke thelluar ngërçin ndërkohë partitë të tjera s'poja votojnë Albulena Xhiun, ashtu siç ndodhi edhe këtë të premte, ku dështoi sërish seanca konstitutive e kuvendit të Kosovës.